Në ishullin e Shurllahut, në liçenin e Vau të Dejës, në vitet e fundit janë zhvilluar kërkime arkeologjike në rrënojet e qytetit mesjetar të Sardës. Projekti shqiptaro-francez ka dokumentuar strukturat e qytetit dhe zhvillimin e tij gjatë mesjetës. Gjatë gërmimeve të mëparshme, është zbuluar një rrethim i ri mbrojtës, që dëshmon se Sarda ka pasur një sistem fortifikimi me treunazë. Drejtori i Trashëgimisë Kulturore të Shkodrës, Helidon Sokoli, bën të ditur se misioni arkeologjik do të rikthehet sërish gjatë verës për të vijuar kërkimet. Lugina Drinit do Mesjet, që vitin e kaluar u përqendruar në qytetin e Sardës, në ishullin e Shurdhaut, edhe këtë vit po ashtu do përqendrohet pikërisht në këtë areal arkeologjik, pra në këtë sit arkeologjik në ishullin e Shurdhaut. Ai është një mision shqiptaro-francez dhe do filloj shumë më vonë, pra do filloj nga fundi i gushtit deri në mesin e shtatorit. Misioni shqiptaro-francez po gërmon në pjesën më të sipërme të kodrës qytetit, aty ku po dokumentohet edhe një nga kishat që përsupozohet që të jetë në më të hershme të qytetit mesjetar. Këtë vit besojmë do përfundojmë edhe dokumentimin e plotë të saj dhe do dalim edhe në konkluzionin edhe të datimit të saktë të saj. Projekti Lugina Drinit në Mesjet realizohet në bashkëpunim mes institucioneve shqiptare dhe franceze dhe synon të zbulojë më tej historinë e një prej qendrave më të rëndësishme mesjetare në veri të vendit. Përpara gërmimeve është kryer edhe pastrimi i zonës nga vegjetacioni për të lehtësuar punën e arkeologëve.